Ja si e përshkruante Imam Aliu Fatime Zehran, paqja qoftë mbi të. Imam Aliu ka thënë për Fatime Zehran: sa herë shihja atë, me ikte brenga që kisha në zemër. Pasha Allahun, kur nuk e kam zëmëruar dhe kur nuk e kam bërë të qaj. As ajo nuk më ka zëmëruar ndonjëherë, dhe as më ka lënduar ndonjëherë. Imam Aliu e përshkruante dashurinë për të, duke i thënë: o bia e të dërguarit të Allahut, dhe kur nuk e thirrte me emër. Ky përshkrim i Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, nuk është thjesht një dëshmi bashkëshortore, por një dritare që na lejon të shohim madhështinë e karakterit të Fatime Zehras, paqja qoftë mbi të. Ajo ishte qetësia e zemrës së tij, strehimi ku shpirti i tij gjente pushim pas sfidave, luftrave dhe barrës së rënd të drejtësisë. Të jetosh pranë një gruaje që nuk të zemëron, që nuk të lëndon, dhe as që vetë nuk preket nga inati apo zemërimi, është prova më e lartë e pastërtisë së saj shpirtërore. E quante o bia e të dërguarit të Allahut, jo vetëm nga respekti, por sepse e shihte tek ajo të gjithë madhështinë e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ajo ishte drita që i lehtësonte dhimbjen, mirësia që i shuante trishtimin dhe shembulli më i pastër i një gruaje të përsosur, e cila e mbante shtëpinë e saj me dashuri, durim dhe devotshmëri.